I keni vënë të rinjt përballë një dileme. Sot një njeri duhet vendos të përfshihet në botën e errët apo të rezistojë tundimit dhe të zgjedhë rrugën e vështirë, rrugën e ligjshme, zoti ministër. Sepse sot në çdo sektor lulëzon krimi. Kjo është oferta juaj për të rinjt. Është fatkeqësi që shqiptarët duhet i shpjegojnë fëmijëve të tyre që rruga e atij 20 vjeçarit që del me makinë 500.000 euro është e gabuar. Duhet t'ia shpjegojmë. Pas 35 vitesh jemi në të njëjtat kushte. Rrugët e Tiranës janë të mbushura me personazhe të krimit organizuar që i kanë bërë parat ose me trafik droge, ose me call centerat Forex, apo nëpërmjet korrupsionit, siç e dini shumë mirë. Nuk është kjo mënyra, zoti ministër, nuk është kjo mënyra e zhvillimit. Prej 35 vitesh, zoti ministër, ne vazhdojmë e shikojmë në rrugët tona, në jetën tonë të përditshme, se si njerëzit e arritur që kanë makina të shtrenjta, që kanë vila, që bëjnë pushime të shtrenjta, nuk janë ata që kanë dalë me punë, por ata që kanë zgjedhur rrugën e krimit, zoti ministër. Është fatkeqësi, por ky nuk mund të jetë modeli i Shqipërisë, dhe nuk është vetëm çështje morale apo etike. Nuk ka asnjë vend të botës, aq më tepër ne që synojmë të bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian, që ja ka dalë nëpërmjet mbështetjes së krimit organizuar. Është një model që jo vetëm nuk e nxjerr një vend nga varfëria, por përkundrazi, e mban atë peng